Allahu nuk I përngjan asgjëje. Në ajetin 11 të surës Ash-Shura, Allahu I Madhëruar thot: me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Lejse kemithlihi shay wa huwa samiul basir. Asgjë nuk është si ai, si Allahu, dhe ai është dëgjuesi, shikuesi. Është transmetuar nga Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, se ka thënë: kush pretendon se Allahu është prej diçkaje ose në diçka ose mbi diçka, ai ka mohuar. Sepse nëse ai për Allahu do të ishte mbi diçka, atëherë do të ishte I mbartur nga ajo gjë. Nëse do të ishte në diçka, atëherë do të ishte I kufizuar dhe I rrethuar. Dhe nëse do të ishte prej diçkaje, atëherë do të ishte I krijuar. Ky hadith thekson pastërtinë absolute të tauhidit, të njësimit të Allahut. Allahu I madhruar nuk është trup, nuk zë vend në hapësirë dhe nuk është I varur nga asgjë. Ai nuk gjendet brenda krijesave, as mbi to në kuptimin fizik, dhe as nuk buron për ndonjë gjëje. Allahu është krijuesi I hapësirës, I kohës dhe I çdo ekzistence. Prandaj nuk mund të përfshihet apo të kufizohet nga ato që vetë ai ka krijuar ato. Kjo është domethënia e fjalës së Allahut: asgjë nuk është si ai.